A e dini që vetëm me ditën e lindjes mund të mësosh çfarë talenta kanë fëmijët që ke sjellë në jetë? Çfarë profesione do kenë në të ardhmen? Si të sillen në bazë të ditës të lindjes me të talenta që kanë? Dhe në çfarë aktivitetesh pikërisht mund t'i dërgosh që të kenë rezultate dhe shpirti tyre të kaloj bukur. Për të gjitha këto, do flasim sot live falas në Instagram Petaludha Tiqeri. Në qoftë se nuk mund të më gjesh ose nuk më ndjek, më shkruaj në WhatsApp, Telegram ose Viber tek numri 0030 699 321 46 37 që të jap Instagram. Dhe në të njëjtën kohë mund të më ndjekësh dhe në YouTube Flutra me fat 333, të gjitha shkronjat e ngjitura me shkronja të vogla, shqip, dhe të bësh pjesë e kanalit tim dhe të shpërndash këto video dhe në njerëz të tjerë për më tepër live falas që do flasim për kontratën e shpirtit, për pse ke ardhur, çfarë të bësh, për misionin, talentet, profesionet që duhet të bësh e shumë të tjera, dhe do flasim për frikrat e ndryshme që kemi, akoma dhe frikën që të shkojmë përpara dhe mos braktisim prindrit dhe bllokojmë veten tonë, për frikën e vdekjes, për frikën e sëmundjeve, për frikët nga të hypim në aeroplanët, për frikët nga gjarprind, nga insektet, për frikat, shumë frika të tjera, akoma dhe frikë që të dalë dhe të flasë në popull, në njerëz, të bëj një video pavarësisht se kam talente dhe shumë të tjera. Në të njëjtën kohë do bëjmë dhe live të ndryshme për të lexuar dhe për të diskutuar pralla të ndryshme, që çdo prallë nga libri 366 pralla, që çdo prallë ka një emocion dhe do bëjmë ushtrime të ndryshme së bashku, terapi falas, janë të gjitha këto për të shikuar kë emocione ke të fshehur dhe nuk e ke pranuar. Dhe mos më thoni që unë kam të gjitha gjërat okej, ose çdo gjë është okej, se aty flet karakteri e personalitetit tuaj. Gjithçka që flas unë me ju dhe videot që bëj, flasim për në ndërgjegjen që është 90 me 95%, janë ato bodrumet e fshehura, është në ndërgjegja që nuk ka arritur të bëhet ndërgjegje. Dhe siç thot Carl Jung, çdo gjë që nuk është ndërgjegjësuar dhe të dalë në dritë, ajo do kujtosh se është fati juaj. Do ndajmë shumë gjëra të bukura, prandaj shpërndajeni dhe këtë video dhe mundet të regjistrohuni që të arrini të merrni të gjitha videot që këtu e tutje dhe të jeni kur jap lajmin që do jemi live dhe në YouTube. Ju falenderoj, ju përshëndes, nga ky vend i bukur. Shijoni dhe bëni ato që dëshironi, mua më jep gëzim, lumturi, lidhja me natyrën, andaj gjithmonë marr libra të lexoj ose çfarëdo që dua të bëj dhe bëj një shëtitje në natyrë dhe kështu lidhem dhe unë me natyrën që më pëlqen. Siç e shikoni, librat e fletoret me vete, shikoni në këtë vend në hapësirë, se është e vërtetë se mos ne që jetojmë në qytete, vetëm në shtëpi më dukem sikur jam në burg. Ndaj, shijojeni veten, plotësoja në dëshirat akoma dhe një dëshirë të vogël. Ju dua shumë dhe ju pres sot në orën 9 me orën e të Greqisë dhe 8 me orën e Shqipërisë në live në Instagram. Ju përshëndes. Shpërndajeni videon, ju lutem, ju jam mirënjohëse.